ولله الحمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. على رسول الله الصلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ذا الجلال سبحان الله. على دين الإسلام والإيمان دائما الحمد لله. رب العالمين تعالى جل شانه الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Fiyalama dashur, fiyalama emir, fiyalama embel, fiyalama delir, fiyala ebesimit, me emalya fiyal, fiyala eşpetimit, cezemrın tancal. La ilahe illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Fjala e bukur, fjala shahadetit, fjalë që të bën të lumtur, qelsi i gjennetit. La ilaha illallah, kur nohet mizan, la ilaha illallah, do të peshon shumë rand. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kur ngritën themelet Qabës, Ibrahimi dhe Ibirim, nga shkretira e braktisur, shoj zanin e nadhirim, el nga Zoti urdhër morim, mirë pasrohesh të pilltime, se nga gjitha anët e botës, do vi njerëz për adhurime. Të përgjigjem, el gamali brenda digjem, po vimen jem al mëkatem, i dorëzohem madhërisatem. Të përgjigjem, el gamali brenda digjem, po vimen jem al mëkatem, i dorëzohem madhërisatem. Me vraper dha prej së largum, dvizitoj shtëpinë e vjetër, të përmenda të mëdhrova, përveç teje s'kam zot tjetër. Në fushën e Arafatit, shumë lutjem me loti bana, dua t'kem pa gjinahe, si ditën kur m'kalin nana. Të përgjigjem, el gamali brenda digjem, po vimen jem al mëkatem, i dorëzohem madhërisatem. Të përgjigjem, el gamali brenda digjem, po vimen jem al mëkatem, i dorëzohem madhërisatem.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Gjani o syte mi ju qani, e ti moj zemra jem. Se nuk ka kush që mund ta shuan zjarin e ashkit tem. Derecën tem se sheh insani, shqyqyre lumë për mu. Po pres me ardh kum pret vatani, me ty hak me u bashku. Rahmet për shpirtin që ti madhe, se dashnia e vetme për mua je. Rahmet për shpirtin që kam me ta kthy, se unë përveç teje s'njoha dashni. Rahmet për shpirtin që ti madhe, se dashnia e vetme për mua je. Rahmet për shpirtin që kam me ta kthy, se unë përveç teje s'njoha dashni. Veç një gjynah na e ka ndru venin, bashkët ma të bukra I lam. Dynja rahat nuk bahet zemra, dynjaja s'asht vatan. Gjynah e plot e shumë behane, trupin e mbaj për sran. Me ashkin tem kët fakir hane, pres me pa nurin tan. Rahmet për shpirtin që ti madhe, se dashnia e vetme për mua je. Rahmet për shpirtin që kam me ta kthy, se unë përveç teje s'njoha dashni. Rahmet për shpirtin që ti madhe, se dashnia e vetme për mua je. Rahmet për shpirtin që kam me ta kthy, se unë përveç teje s'njoha dashni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar.
do shkatrohet anë kanë, asgjë tjetër nuk do të mbetet veç madhënia Zotit tanë. Vetëm Zoti ka më mbet, veç ati kem besu, e për të është shumë e let, na rinjallë se vet na ka kriju. Vetëm Zoti ka më mbet, veç ati kem besu, e për të është shumë e let, na rinjallë se vet na ka kriju. Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana. Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana. وإليه النشور وإليه النشور. Ti oj motër e ti vlla, shiko qiellin yje plot, krejt çka ka në këtë dynja e madhnon të madhin Zot. Mrekulli ku do që shkon, cilën të mirë po e mohon, se me zemër e me shpirt Zotin tanë ti se falenderon. Mrekulli ku do që shkon, cilën të mirë po e mohon, se me zemër e me shpirt Zotin tanë ti se falenderon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, falenderojmë Allahun azza wa jall për këtë mirësi të madhe që na ka nderuar të dashur vëllezër besimtar, që ta takojmë këtë ditë të madhe të bekuar të kësaj feste të madhe dhe të veçuar të Kurban Bayramit. Dërgojmë salavatet dhe selamën mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Përshëndesim të gjithë besimtarët cilët janë sot këtu me ne në këtë xhami,
në programin qendror të organizuar nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës në rastin e festës së Kurban Bayramit. Po ashtu përshëndetjet tona i dërgojmë edhe për vëllezërit dhe motrat tona cilat na përcjellin përmes ekraneve këtu në Kosovë, po edhe jashtë në diasporë, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të jenë mirë, rahat, dhe kjo ditë të ketë gjetë të lumtur dhe t'ju ketë sjell dhe t'ju sjell begati, qetësi, lumturi në familje, në shtëpi, në rrethin familjar dhe në krejt Kosovën tonë të dashur. Të nderuar vëllezër besimtar, pse festojnë muslimanët? A ka ndonjë kuptim, qëllim, urtësi, festa e Kurban Bayramit, e Fitr Bayramit? Këto janë festa hyjnore, të cilat i legjitimoi profeti Allahu subhanahu wa taala në Medinë. Andaj me domos këto do të kenë urtësi të mëdha, qëllime dhe objektiva të mëdha, urtësi të shumta, të natyrave të ndryshme, të aspekteve të ndryshme, të dobishme për individin, për familjen, për shoqërinë, për ummetin mbar. Dhe gjitha këto kuptime, urtësi, objektiva, cilat i kanë këto festa, sigurisht se nuk mund t'i trajtojmë në këtë ligjërat të shkurt. Por të nderuar vëllezër, kam përzgjedhur që kësaj feste t'i qasem nga një kënd i vetëm kuptimet edukative të festës së Kurban Bayramit. Cilat janë mesazhet edukative, objektivat edukative që përmes kësaj feste dhe festës së Fitr Bayramit përfitojmë ne individualisht, familjet tona, shoqëria jonë dhe njerëzimi. Këto janë të shumta. Kuptimet edukative të festës së Kurban Bayramit janë të shumta. Do të mundohemi të përgjigjem disa ndoshta më kryesorët, që ta kuptojmë rëndësinë e kësaj feste, rëndësinë e kësaj dite, madhështinë e kësaj feste, sepse fatkeqësisht ka filluar të zbehet festimi, ka filluar të zvoglohet interesimi për pjesëmarrjen në këto festa. Madje kanë filluar besimtarët që pikërisht për festën e Fitr Bayramit dhe të Kurban Bayramit ndoshta të shkojnë në pushime dhe ta mbyllin shtëpinë. Sigurisht si kanë kuptuar mesazhet që i kanë këto festa të nderuar besimtarë. Por i përsëris janë festa hyjnore. Andaj Zoti na ka nderuar padyshim që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje, që edhe festat i kemi hyjnore, edhe festat i kemi të dobishme. Tash vëllezër, kuptimet edukative të festës së Kurban Bayramit janë disa dhe të fushave të ndryshme, të aspekteve të ndryshme. Prej tyre fillimisht, ose kuptimi i parë është se kjo festë është falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Falënderim dhe minjohje ndaj krijuesit.
i cili na mundsoi ose u mësoi besimtarëve robërve të tij që në Fitr Bajram ta përfundojnë Ramazanin, kurse tash ta përfundojnë haxhin. Kjo fest ka karakter falendërues. Robi përmes kësaj feste dhe kremtimit saj, me të gjitha ritualet që kjo fest përcillet, e falenderon krijuesin dhe jo vetëm. Kjo fest është mirënjohje dhe falenderim edhe për familje, edhe për gratë, bashortet, nënat, edhe për fëmijët, edhe për prindërit. Është momenti kur besimtarët duhet falenderojnë fillimisht krijuesin, por pastaj edhe krijesat, bazuar në hadithin që ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, nuk ka falenderu Allahun si duhet njeriu përderisa nuk e ka falenderu njerëzit. Atyre që i ka hak, atyre që i mba sebe fillimisht ne jemi në këtë dynja, pastaj një falenderim të madh atyre që i mba sebe për ne jemi sot në xhami. Ka dikush hise këto, ka shumë mësues dhe hoxhallar që ndoshta i kemi harru, por është pikërisht kjo fest që tash për mbi shpirtë të tyre nëse në kanë vdek duhet me dërgu rahmet dhe me i përkujtu. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala në fund të ajeteve të agjerimit, kur flet për obligueshmërinë e agjerimit, thot walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum. Që ta plotësoni watukabbiru Allah, me plotësu agjerimin dhe me e madhëru pastaj atë duke bë tekbire. Pra kjo dhe festa para kësaj në Fitr Bajramit kanë karakter falenderues ndaj Allahut fillimisht, por pastaj edhe ndaj krijesave të tjera. Kuptim tjetër dashur vëllezër i rëndësishëm i festës së Kurban Bajramit, edukativ, objektiv, edukativ, është se kjo fest dhe festa para kësaj feste, pra Fitr Bajramit, janë adhurim, janë ibadet. Përmes aplikimit, respektimit të këtyre festave, qysh ka kërku Zoti dhe i dërguar i tij, ne bëjmë ibadet, ne afrohemi te Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. E ai cili i respekton, i lartëson simbolet, ritet e fesë e Allahut, kjo është pjesë e devotshmërisë. Andaj çkosh me fal sabahun, çkosh me fal Bajramin, sigurisht është ibadet i madh. Dhe Zoti dhe robi afrohet te Zoti subhanahu wa ta'ala përmes këtij adhurimi të veçantë. Pra të dashur vëllezër, ne jemi të privilegjuar që edhe festat edhe gëzimet i kemi ibadet. Dhe përmes shprehjes, manifestimit, ne afrohemi te Zoti. Ky qëndrim këtu i joni sot në xhami është ibadet. Këta hapa që keni ardhen ibadet. Ajo përgatitje që e keni bërë në shtëpi tuaja është ibadet. Pastrimi, rregullimi, veshja këtyre rrobave është ibadet. Kurbani që do ta thërrni tash është ibadet. Vizitat që do t'i bëni sot, nesër, pas nesër janë ibadet. Ndihmat që ja bëni atyre që ka nevojë janë ibadet. Ndarja e mishit kurbanit është ibadet.
këndimi të këbireve është ibadet, lutit e një ibadet e kështu me radhë. Ate nuk është kjo thjesht një fest tradicionale që nëse ki ku respektoje, nëse bën me lonë edhe me shku edhe në deti. Jo të dashur vëllezër. Jo të dashur vëllezër. Allahu po thot kush i respekton simbolet e rritet e Allahut dhe fesë të tij, ajo shaj e devotshmërisë së tij, e që i bjen se e kush i në përkëm këtu, është rrezik që devotshmëria është dobësu në zemrën e tij. Prej kuptimet të dashur vëllezër të kësaj feste është kuptimi i sakrificës. Edhe në Ramazan, sakrificë. Me agjeru një muaj, sakrificë. Tash me shku në haqë, sakrificë. Ma dje sakrificë edhe me shëndet, edhe materialisht, edhe lodhje, sakrificë. Me ndo kogja do mjete me shku në haqë për hir të Allahut, sakrificë. Me therë kurban, sakrificë. Me ja falë dikujna hidhërimin që ki ndaj ti, sakrificë. Do të mu përbi, do të me te i kalu, duhet shumë do shta që ti ka thonë, ti ka bo me qu, për sakrificë. Andaj kjo është festë të sakrificës. Realisht, kjo festë dhe festa para kësaj e Fitr Bajramit është simbol i sakrificës. E nëse në duket që jemi duke sakrifiku shumë me therjen e një kurbani 180 euro, pikrisht kjo fest në lidh me një pejgamber të madh, Abul Anbiya, baba i profetëve, Ibrahimin a.s., i cili për Allahun madje në ëndër e kishte pa se duhet me sakrifiku të birin e tij të vetëm që Allahu ja kishte fal në pleqëri pothuajse. Pas një pritje të gjatë, pas lutjeve të shumta që i bëri që Zoti më i dhonë një pasardhës, Allahu begatoi me Ismailin dhe u rrit, pastaj filloi edhe me hecë me babën e tij. E me ndihmu babës e tij, djali i vetëm, e pikërisht në këtë moshë, kur fëmiu është jashtëzakonisht i nevojshëm, i dashur, i afërt edhe joshës, për prindin i vjen sakrifica. Ëndër e ka po. Ne kemi të qarta hadithet. Fasalli li rabbika wanhar, falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Kur'an. Kush i ka ranet, kush i ka mundësit dhe s'therr kurban, le të mos vjen hiç në xhami, ka thonë profeti alayhis salam. Megjithatë, besimtarët hezitojnë. E Ibrahimi nuk hezitoi fare. Jo vetëm Ibrahimi që ishte profet, por çuditërisht edhe djali i tij, o birim kum pa onë që duhet me të sakrifiku, me të bë kurban për Allahun. I tha, ja abeti, pa asnjë më dyshje, pa asnjë refuzim, pa asnjë debat dhe polemik. O baba im, dhe pra qyshe urdhru,
Po djali kujna ishte ky? Ju kujtohet nona e tij, Haxheria, cilën po ky burr i madh Ibrahimi alayhi salatu wasalam, për të pas sakrificën e këtyre burrave dhe këtyre familjeve që kanë bërë për din të Allahut dhe për Allahun, pastaj me pas se sakrifica jonë është shumë modeste. Shumë modeste. Kur i erdhi urdhë që inspirimi që me qu Haxherën së bashku me Ismailin foshnje, me qu në Mekë ku është sot Çobja, e në atë botë nuk ishte krijesa, nuk ishte njerëz aty, nuk ishte banem aty, madje nuk ishte as ujë, ishte shkretir. Mirë po i kishte ardhur inspirimi. Bashortën me djalin foshnje. Grua, midis shkretire. E la Ibrahimi alayhi salatu wassalam e dërzoi atu ku i kishte thonë Allahu, ku është sa Çobja e bekuar. Kur u kthy Ibrahimi ja kthej shpinën gruas së tij dhe që ishte së bashku me djalin e saj dhe të tij, i tha: o Ibrahim, ku po na lën? Kështu në sakrificën të shëllëzër. Kjo fest është për një kuptim të tillë të kësaj feste. Me kuptu që shtë sakrificën. Tha: o Ibrahim, ku po na lën? O Ibrahim, ku po na lën? Ibrahimi nuk përkthen kokën, sepse po i vjen veshti, ka thonë disa dietar, se ka kthy kokën për shkak se nuk ka dashur që zemrës mi dhonë as një moment me refuzu urdhën e Allahut. Kjo ka qenë një prej komentimeve. E dikush ka thonë edhe nga dëmshuria që e ka pas, s'ka mujt me kthy kokën mbrapa, sepse ndoshta ish kthy. Ku po na lën o Ibrahim? Ku po na lën o Ibrahim? Ibrahim alayhi salam po ja kthej shpinën, pastaj kjo nona e këtij djali që i tha babës vet, vepra qysh Zotit ka udhëruar, ky e kishte marrë edukatën për i kësaj nane të bekuar, e cila tha: Allahu amaraka bi hadha. Allahu t'ka urdhëruar më na lën çitu. E kthej kokën dhe ja boni, tha po. Atëherë tha ec. Esa se nuk na humb Allahu, nuk ka vendos diçka keq për neve Allahu, nuk ka përgatit diçka të keqe Allahu, edhe nëse të ka thonë shkretir me shku. Andaj, hezitimi me shku në Çobe, me mot 100 herë, me diskutue, me shkua, mos me shkua, me shkua, mos me shku, me shkua, mos me shkua, po mdojnës, kam edhe 100 pun. U edhe në finnas, lejmëroj njerës të Allahu përmes Ibrahimit. Kështu do është lëzër, për i kuptime pra të kësaj feste edukative që kemi nevoj, është edhe ky kuptim, kuptimi drejt i sakrificës në fe dhe për Zotin. Mënyrë që me pa i dashur vëlla, se xhamoja që e fal ti nuk është ndonjë sakrificë. Elhamdulillah, është mirësi, është shumë e madhe, por sakrifica është me fal sabahun, e me fal dreken, e me fal ikindin, e me fal akshamin, e me fal jacin, e kështu me radhë. Tre dashë dhe prej kuptimeve të rëndësishme në cilat karakterizohet kjo fest është shprehja, manifestimi i gëzimit. Feja jonë është fejë serioze, është fejë burrave, nuk ka dyshim. Mirë po, në fejën tonë, në këtë fejë serioze,
ka hapësirë për mu knaq, për mu gëzu, për me festu, për mu relaksu. Ka hapësirë. Ama pas të krysh do punë të mëdhaja. Dhe në mënyrë të përpikt prap. Andaj kjo festë është pikrisht për mu gëzu besimtarët, me fut gëzim edhe në familjet e tyre. Sot është ditë gëzimi, sot është ditë hareje për besimtarët. Po të dashur vëllezër, nuk ka dyshim se gjendja e muslimanëve, në veçanti të atyre në Gaza, na ka lëndu dhe na lëndon. Dhe gëzimi ynë është i zymt paksa. Por megjithatë, kjo fe një prej objektivat, kjo fest prej objektivat tyre, ose të saj, dhe kuptimi saj është edhe manifestimi, shprehja e gëzimit, shprehja e lumturisë me familje, me fëmijë, me xhamat, me shoqëni, me vllazëllak e kështu me radhë. Sot nuk është dita me qëndruar gjithë ditën serioz. Jo vëllezër të dashur. Transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha. Thot në festën e Bajramit i kishte brenda në dhomë 2 vajza, cilat këndonin. Në dhomë, e ishte dhe dhomë e profetit alayhis salam jetën kohë. Ishte shtëpia dhe profetit. Ishin 2 vajza të reja që po këndonin. E hyri e Bubekri tha ja, Ojojshe, këngë në shtëpinë e profetit. Po ndëgjohet zonin shejtanit. Profeti ishte afër, tha, sot është ditë Bajrami, sot është ditë feste. Komentatorët kanë thonë që Bajrami, festa e Bajramit, duhet të dallohet, duhet të veçohet, duhet të festohet. Madje sahabët, ose në kohën e profetit është festu në xhami edhe me disa aktivitete tjera, sikurse disa lojna që e mba. Këtë e ka tregu po ashtu Aisha radiallahu ta'ala anha. Gëzoni dashur vëllezër, në veçanti familjet, në veçanti fëmijët. Gëzoni fëmijët. Lumturoni sot fëmijët. Pse fëmijët e muslimane me i prit me mall festat e të tjerëve? Pse? Sepse ata ja dhjon një dhuratë. E ti nuk i thu të veç do hajde më fol në xhami. Dhuroje të dhurata, blej rroba, blej ëmbëlsira, dil, çone lodër e kështu me radhë. Me rëndësi, gëzoni fëmijët, lumturoni fëmijët, përmbushni ata sepse kanë nevojë. Fëmijët tonë sot kanë nevojë mu përmbush nga ky kënd të dashur vëllezër besimtar. Dhe duhet ju sjellim atyre alternativa që feja jon i ka leju, të gëzimit, të relaksimit, të dëfrimit. Edhe të përmbushim, por edhe të mos i japum pastaj kohë dhe hapësirë që mju lakmu të tjerëve në festat e tyre, e ndoshta edhe me shku me festu me diçka që Zoti subhanahu wa ta'ala hidhrohet. Gëzoni familjet që ndoshta kanë hidhrim dhe mërzi. Vizitoni familjet që kanë pas raste mërzi e dhimbje. Vizitoni fëmijët jetim. Shkoni, vizitoni. Dërgoni dhurata, sepse shpërblimi është i madh. E ndoshta nuk kanë mu aqel derën dhe me i gëzu. Ndoshta nuk ka kush mi u blej rroba të reja. Ndoshta nuk ka kush mi u blej dhuratën e Bajramit. E profeti alayhi salatu wassalam ka thonë ana wa kafilu al-yatimi ka hatayni fil janna.
Unë dhe ai që përkujdeset për jetimin, do të jemi afër sikurse edhe i ka ngrit aty gishta. Do të jemi afër në xhenet. Mos e humb këtë fitore, mos e humb këtë shpërblim i nderuar i besimtar. Prej kuptime poshtë dashur vëllezër është edhe manifest shumë të rëndësishme. Kuptimeve edukative në veçanti në ditët e sotme, manifestimi i vlerave dhe kulturës. Kem nevojë të festojmë sipas vlerave tona fetare dhe kombëtare që kemi pas. Kemi nevojë dhe duhet të festojmë me një kulturë të lartë, që përshtatet me fen ton, cilës i përkasim, po edhe me kombin ton, dhe me familjet tona, dhe me traditat tona. Kuptim tjetër shumë i rëndësishëm të nderuar vëllezër, shumë i rëndësishëm. Kuptim edukativ i kësaj feste është manifestimi i identitetit. Festat janë identitet. Festa është identitet, është tradit, është kultur. Andaj duhet t'i ruajmë me fanatizëm. Identitet. Edhe festa tregon se kush je, edhe mënyra qysh feston tregon se kush je, edhe vesha tregon se kush je, ose i zhdash me i tregu njeriu. Andaj profeti alayhis salam për me vërtetu këto që përndash vëllezër, kur shkojnë në Medinë pas hijretit, i pa banorët e Medinës hebrejt të cilët po festonin dhe i pyeti çka janë duke bërë këta, tha po e festojnë ja Rasulullah. Disa festa të tyre, tha neve ose juve Zoti u ka zavendësu këto festa me dy festa tjera cilat janë festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Pra këto janë festat e muslimanëve. Këto janë festat tona të nderuar vëllezër, andaj festoni, madhroni, ngritni, bëni atmosferë edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në miq, edhe me shok, edhe kudo, sepse është identitet dhe kemi pse me festu pas këtyre detyrave të mëdha që i kemi kry. Një kuptim shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, edukativ dhe fetar në këto festa është pajtimi dhe falja. Nuk kanë hieshi festat në atë familje ku nuk shkojnë mirë me zveti. Nuk kanë hieshi. Ai person që e feston Bajramin në xhami dhe nuk shkon të vllavi me bë Bajram, Bajramin e ka të mëngët. Është dita për me reflektu të dashur vëllezër. Është momenti për me reflektu. Ai që fal dhe permisohet, ajruhu ala Allah, shpërblimin e ka te Zoti. Andaj mos ngurani me fal, me bë halal, të ka idhnu, të ka rënu. Sepse është dita e reflektimit dhe kuptimi fundit nderuar besimtar që ndëlidhet ngusht me këtë fest, po edhe me ato që ka qenë para kësajna, është kuptimi i solidaritetit, i ndihmes ndaj atyre dhe me ata që ka nevojë. Andaj jo rasisht therrët kurbani dhe preferohet që një pjesë e mishit të këtij kurbani me cilin afrohem te Allahu me dërgu tek ato familje që ka nevojë.
por jo vetëm me shkurbanit, edhe me ndihma të tjera, edhe me sadak, edhe me pako, edhe me rroba. Ndihmoni, vizitoni ato familje që ka nevojë, sepse kështu e kemi plotësu këtë fest, sepse kështu e kemi realizu objektivin ndoshta kryesor të kësaj feste, ajo është gjithë të kenë sofrën plot. Askush në mesin ton, në shoqërinë ton, të mos ketë sot që nuk ka çka më shtru në sofrën e tij. Zoti ju na mundsoft që këto festa që kanë këto objektiva dhe këto kuptime kaq të mëdha dhe të rëndësishme, me i festu, me i neru dhe mos me i haru. Shpëtëzoj rastin që t'ju uroj këtë ditë dhe këtë fest juve këto besimtarve në vendin ton dhe muslimanëve në përgjithësi, duke lutë Zotin që të sjell ditë të mira për muslimanët, për besimtarët dhe për njerëzimin mbar. Faleminderit për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Erdhiti të madhe, zemrat se që bogzohen, Allah ja Allah, Allah ya Allah. na erdi bajrami, sa mirë po festohet, elhamdulillah, Elhamdulillah. e thirë laun edhe motrën për hajr me jabon, Allah ya Allah. Hatri dashnistane bashkështrojna sofrën o me bismillah. Allah ya Allah. Për hajr o ki bajram me zemra, jo musliman me shpirturi, me qoj pandal me plon dashnim, fi sabilillah. Për hajr o ki bajram me zemra, jo musliman me shpirturi, me qoj pandal me plon dashnim, fi sabilillah. Fëmijët e gëzuar dyerve trokasin, shkojnë me babajram, shkojnë me babajram. Dikush me dhurata, dikush për qafime, pace e selam, pace e selam. E thirë laun edhe motrën për hajr me jabon, Allah ya Allah. Hatri dashnistane bashkështrojna sofrën o me bismillah. Allah ya Allah. Për hajr o ki bajram me zemra, jo musliman me shpirturi, me qoj pandal me plon dashnim, fi sabilillah. Për hajr o ky bajram me zemra, ju musliman me shpirturi, me qoj pandal me plot dashni, fi sabilillah. I bukur qytetim me tradit fetane, shë gjamia në gjdo skaj ngritur si sarkale, na qëtë zemra kur dëgjon në zanin minare, muezinat kur këndojnë në gjamin e madhe. Tekbiri e hon, Allahu Ekber, treshtuan në saf të gjithë për një her, gjeshur krap për krah, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Tekbiri e hon, Allahu Ekber, treshtuan në saf të gjithë për një her, gjeshur krap për krah, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Bukur si namazi nuk ka ibadet.
Të nderuar vëllezër, tani veç jemi afru për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Shpresoj se keni kalu çastet e mira në këtë ditë të madhe të Bajramit. Ju rikujtojmë se si bëhet falja e namazit të Kurban Bajramit, duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Vendosa në emrin e Allahut për të falë namazin e Kurban Bajramit, u ktheva nga kibla, ju përcaktova këtij imamit dhe marrmi tekbirin fillestar, kënojmë subhanak Allahumme bihamdik, pastaj marrmi 3 tekbire, shkojmë në rukun sejdë, ngritemi në rekatin e dytë, imami këndon elhamin një sure, marrmi 3 tekbire, shkojmë në rukun sejdë dhe kështu përfundon falja e namazit të Bajramit. Dhe më në fund kemi kënaqësinë që hutben e Kurban Bajramit dhe mesazhet do t'i mbajë miftiu i Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava. Adhurim të pranuar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وشرفنا بالإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الذي جعل هذا اليوم عيد السعادة وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الله تعالى في كتابه الكريم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق رسول الله فيما قال. Të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, falënderimi i takon Zotit të botëve, i cili na mundësoi që të arrijmë këtë ditë të madhe feste me shëndet, me zemër të pastruar dhe me shpresë të ripërtrirë për Kurban Bayram. Paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi të dërguarin ton, Muhammedin alayhis salam, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e drejtë. Festa e Kurban Bayramit është ditë gëzimi, por edhe reflektimi. Është ditë kur i kujtojmë mëshirën e Zotit, faljen dhe begatinë që Ai na dhuron. Është ditë kur ne si besimtar, por edhe si shoqëri, i kthejmë syt edhe më shumë drejt njëri tjetrit me dëmshuri, solidaritet dhe përgjegjësi. Kurban Bayrami është ditë e madhe, ditë adhurimi, sakrifice dhe solidariteti. Është kujtimi gjallë i sakrificës së madhe të pejgamberit Ibrahim alayhis salam, i cili me bindje të plot ndaj urdhrit të Zotit ishte i gatshëm që ta flionte djalin e tij Ismailin. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'an thot: ja kështu ne i shpërblejmë punëmirët. Ai ka qenë vërtet një nga robërit tanë besimtar. Kur ata të dy babë birë ju nënshtruan urdhët të Zotit, ai zaventësoi Ismailin alayhis salam me një kurban të madh. Zoti i Madhërisëm thot: kjo me të vërtet ka qenë një sprovë e qartë, dhe ne zaventësuam atë Ismailin me një kurban të madh. Sot ne jemi mbledhur në këtë xhami dhe në të gjitha xhamitë e tjera të vendit tonë të lirë, jo vetëm për të falur dhe festuar këtë ditë të madhe për besimtarët, ditë e cila bashkon sakrificën me përkushtimin, por edhe për të prekur një ndër vlerat më të thella të besimit islam, thellësitë më të ndritura të besimit tonë. Kjo është një ditë që nuk e kufizon gëzimin në formë, por rrënjos në zemër, aty ku sakrifica, falja dhe devotshmëria bashkohen në një kulm të lartë shpirtëror, për ta jetësuar më të dashurën për hir të së vërtetës hyjnore. Prandaj, për haxhin mund të themi se është një rikthim të burimi i jetës, një udhtim ka vetja thellë, ka ajo pjesë e shpirtit që përkulet para Zotit me përulësi dhe ngrihet me dinitet. Është akti suprem i pastrimit shpirtëror dhe i besimit që shndërrohet në përjetësi. Andaj nuk ka gjë më të bukur se sa të jesh në vendin ku shpirti gjen qetësinë e përjetshme. Sot, haxhilerët tanë të dashur, burra dhe gra, edhe nga Kosova dhe trojet e tjera shqiptare, kthehen nga Arafati në Mekën e Shenjtë, me ballin lartë, të zemrën lehtësuar, nga sa ta përfunduan edhe një obligim jetësor për Zotin xhaleshanuhu, duke vendosur haxhin si një akt kulmor të pastrimit moral dhe shpirtëror. Muhamedi alayhis salam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Le të kumboj ky Bajram si një thirrje e qartë për më shumë dashuri, për më shumë drejtësi dhe për më shumë unitet. Le të jetë një ditë që nuk mbetet vetëm kujtim solemn, por një nxitje e gjallë për të jetuar me vlera, për të ndërtuar me besim dhe për të qëndruar me dinitet në emër të paqes, besimit dhe të mirës. Të dashur qytetarë, Kurban Bayrami na mëson se feja jonë kërkon sakrificë, jo vetëm në aspektin material, por edhe në përpjekje për të përmirësuar shoqërinë, për ta ruajtur atë dhëon, për ta forcuar familjen dhe për ta mbrojtur të ardhmen tonë. Sakrifica që kërkohet prej nesh sot nuk është ajo e pejgamberit Ibrahim alayhis salam,
por është sakrifica për të ruajtur moralin, kulturën, gjuhën dhe vetë ekzistencën tonë si kom. Sot sakrifica është që t'i qëndrojmë afër familjes, t'i edukojmë fëmijët në frymën e drejtë fetare dhe kombëtare, si dhe të kontribuojmë për të ardhmen në vendit tonë. Ne duhet të mbrojmë Kosovën, jo vetëm me fjalë, por me vepra konkrete. E njëra ndërto është edhe forcimi dhe edukimi i familjes si bërthame shoqërisë. Ne jemi vëllezër dhe motra mes vete. Prandaj duhet të jemi mbështetje për njëri tjetrin, veçanërisht për ata që kanë zgjedhur të kenë familje të madhe, sepse ata po e mbajnë gjallë kombin dhe besimin. Në këtë kohë Kosova po përballet me një rënje serioze të natalitetit. Familjet e reja ngurojnë të linden me shumë se 1 apo 2 fëmijë për arsyeja të ndryshme, shpesh ekonomike, por edhe për shkak të frikës dhe pasigurisë. Disa po migrojnë nga Kosova dhe vendet e tjera shqiptare. Disa edhe në këtë kohë kur ne po flasim, në shtetet përreth nesh po asimilohen duke humbur gjuhën shqipe, si gjuhë të nënës. Dhe ne kemi ngelur vetëm spektator pasiv. Por le të kujtojmë se parimet e feson nxisin që neve të kemi familje të madhe, të mos friksohemi për riskun e tyre, nga sa ato e ka garantuar krijuesi ynë. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlart ndër të tjera porosit duke thënë: s'ka asnjë gjallëes në tokë që të mos i ketë mjetet e jetës prej tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: martohuni me gra që lindin shumë dhe që janë të dashura, sepse unë do të krenohem me numrin tuaj përpara pejgamberve ditën e Kiametit. Ky ajet dhe hadithi i cekur me lart na ftojmë ta shohim familjen e madhe jo si barë dhe frikë nga risku, por si bekim dhe kontribut për shoqërinë dhe për kombin. Kosova ka nevojë për më shumë fëmijë, për më shumë të rinj, për jetë më të mirë. Kombi ynë po zbehet në numër të vogël të fëmijëve, ndërkohë që shumë familje shqiptare në të kaluar i kanë rritur edhe nga 10 apo më shumë fëmijë, në kushte shumë të vështira se sa sot, atëherë kur ishim të okupuar me një okupim klasik nga Serbia. Nataliteti si strategji kombëtare dhe fetare për mbrojtjen e atë dheut dhe fesë, ndërlidhet me mbijetesën kombëtare, identitetin fetar dhe sigurinë shtetërore. Historia e kombit ton ka kaluar në përsprova të rënda. Një ndër sfidat më të mëdha në ato kushte okupimi ka qenë mbijetesa, jo vetëm fizike, por edhe shpirtërore, kulturore dhe identitare. Në këtë kontekst, nataliteti apo lindshmëria nuk ishte thjesht një fenomen biologjik e statistikor, por një strategji etike që prekte në rrënjë sigurinë, zhvillimin dhe vazhdimsinë e kombit ton dhe fesë son. Vatani nuk mbrohet vetëm me armë, por mbi të gjitha mbrohet me popullsi të shëndosh, të arsimuar dhe të ndërgjegjshme. Në këtë kuptim, nataliteti është një lidhje fort strategjike për mbijetesën kombëtare, sidomos në rajonet ku shqiptarët janë pakicë ose të rrezikuar nga asimilimi. Në këto kushte rënja e natalitetit është një alarm kombëtar. Shteti duhet të reagojë me shpejtësi të madhe, të mbështes familjet me politika pronatalitetit, siç janë punësimi i 2 prindërve, lehtësimet ekonomike, mbështetja për nënat shtatzana, kujdesi për fëmijët e tjerë. Shteti duhet të ketë strategji konkrete për ndihmë ekonomike, arsimore, shëndetësore dhe sociale për këto familje dhe këta fëmijë. Dhe çdo çift të cilët kanë 4 më shumë fëmijë, i propozoj qeverisë që t'i adhuroj
të gjithve nga një banesë, gratis. Kjo nuk është thjesht vetëm nevojë ekonomike për këto familje, por është edhe përgjegjësi morale, fetare dhe kombëtare, sepse duke përkrahur familjen e madhe, ne ndërtojmë një shoqëri të shëndosh dhe një të ardhme të qëndrueshme. Duke pasur bindjen se këto familje nuk janë barë për shoqërinë tonë, por ato janë garanci për të ardhmen e sigurt të vatanit tonë të dashur. Kur një segment i popullatës është në nevojë, dhe veçanërisht kur ata përfaqësojnë të ardhmen biologjike dhe morale të kombit, atëherë intervenimi institucional bëhet obligim moral dhe civilizues. Familjet me shumë fëmijë e ruajnë edhe më shumë gjuhën, fenë, kulturën dhe rendin natyror të jetës. Prandaj përkrahja e tyre është një investim në të ardhmen kombëtare dhe një përmbushje e urdhrave hyjnore për drejtësi dhe për kujdesje sociale. Vëllezër dhe motra, në këtë ditë të bekuar kujtojmë të varfërit, jetimet, të smurët, të vetmuarit dhe njerëz në nevojë. Begatimi sofrës për njerëzit në nevojë në ditën e Bajramit përmban një akt të lartë solidariteti dhe humanizmi, që mishron thelbin etik dhe shpirtëror të kësaj feste. Zoti i Madhërisëm na urdhëron duke thënë: në të vërtetë Allah urdhëron drejtësi, mirësi dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon immoralitetin, veprat të shëmtuara dhe dhunën. Ky gest nuk është thjesht bamirësi, por një manifestim i drejtësisë sociale dhe ndërgjegjes kolektive, ku pasuria ndan kuptimin me varfërinë dhe gëzimi bëhet i përbashkët. Në një ditë kur besimtari falendron Zotin për mëshirën dhe begatinë, ndarja e bukës me të tjerët është shprehje konkrete devotshmërisë, e përullësisë dhe dashurisë ndaj tjetrit. Ky nuk është vetëm detyrim fetar, por dhe akt qytetarie dhe përgjegjësie morale ndaj trupit të përbashkët shoqëror. Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, ka thënë: nuk është besimtar ai që flaj ngopur derisa fqini i tij është i uritur. Të dashur besimtar, në këtë ditë të festës së Kurban Bajramit, le ta falenderojmë Zotin e madhruar për gjithçka që na ka dhënë. Le ta mbajmë gjallë sakrificën, dashurinë për njëri tjetrin, për vatanin, si dhe të punojmë për një Kosovë me më shumë jetë, me më shumë fëmijë dhe me më shumë shpresë. Le të jetë ky Bajram një thirrje për më shumë drejtësi sociale, për ndihmë të ndërsjellë, për bashkim dhe dashuri ndërmjet njerëzve, për më shumë ndërgjegje, për ta bashkuar mendjen me zemrën, dijen me përgjegjësinë dhe suksesin në shërbim për të mirën e përbashkët të vendit tonë. Zoti e bekoft popullin tonë, Zoti e ruajt Kosovën, Zoti e bekoft familjet tona dhe na udhëzoft në rrugën e drejtësisë dhe të mëshirës. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala: fasalli li rabbika wanhar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimi dhe lavdërimi I takon Zotit, krijues të qiejve dhe tokës, krijuesi dhe udhëheqësi të kësaj gjësie. Në këtë mëngjes të bukur të kësaj feste madhështore të Kurban Bajramit, të lutemi o Zot I gjithëmëshirshëm dhe I gjithditur, në këtë ditë të madhe sakrifise dhe përkushtimi. Lutemi që na I pastrosh zemrat tona, na I mbush me devotshmëri, falënderim dhe durim. O Zot I madhërisëm, në këtë ditë feste mos le askënd të vetëm. Gëzoj jetimet, ngushëlloj të pikëlluarit, forcoj ata që kanë humbur shpresën dhe bëje këtë Bajram ditë mëshire për çdo shtëpi të besimtarëve. O Zot na dhuro paqe, begati dhe dashuri në zemrat dhe familjet tona, bashko zemrat tona në vëllazëri, unitet e harmoni. Bekoj familjet tona, fëmijët tanë, vendin tonë dhe bashkësinë tonë kudo që ndodhen, me paqe, begati, harmoni familjare, shëndet. Me fat festa e Kurban Bajramit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Në këto qaste të Bajramit, buzëqe shtyra e muslimanit, sot ka gëzim bota islame, kënon Kur'ane thret e zane. Gëzo muslimane, sot festojnë nukrin Bajrame. Gëzo muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Gjithë natyran form të vete, madhron Zotin e vërtete. Driçon hëna, shkëll qelin, feston toka, feston qelin. Gëzo muslimane, sot festojnë nukrin Bajrame. Gëzo muslimane, sot festojnë nukrin Bajrame. Çdo shtëpi të muslimanit, shtrohet sofra e Bajramit. Për shëndet vëllai vëllane vetem, uron Bajramin për shumë vjete. Gëzo muslimane, sot